Ky është dokumenti I sigurisë sime. Kjo është ditë besnikërie dhe mirësie. I dëgjoj këtë fjalë, pasi e vunë përpara shtizat e një batalioni kalorësie të armatosur, ndërsa ai futej mes tyre, duke treguar me zë të lartë një letër që e mbante në dorë. Kjo është letra jote. Sa shpejt kishin kaluar 8 vite nga koha kur ishte shkruar kjo letër, e deri tek nxjerrja e saj në këtë ditë. Ati I kujtohej akoma ajo ditë dhe tashmë e shikonte me sy atë që I kishte parashikuar atëherë. Ati ju kujtua dita kur lajmëtarët e Kurejshve erdhën tek vendbanimet e fisit të tij, Beni Mudlej, në zonën Kudeid, për t'i lajmëruar se fisi Kurejsh ishte caktuar një shpërblim prej 100 devesh për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe 100 deve të tjera për Ebu Bekrin radiallahu anhu, për çdo që I vriste ose I sillte të gjallë kur kishin dalë nga Meka për të emigruar drejt Medinës. Në shpirtin e tij u ndes dëshira për ta fituar këtë çmim, me gjithë dëshirën e beduinëve për të mbledhur deve, dashurinë për t'i mbledhur ato dhe për t'u mburrur me bollokun e tyre. Ndërsa po qëndronte ulur mes njerëzve të popullit të tij, erdhi një burr prej tyre dhe u tha: "Pasha Allahun, kam parë siluetat e 3 personave që sapo kaluan nga rruga e bregut të detit dhe mendoj se ishte Muhamedi me shokët e tij." Ai e kuptoi menjëherë se ishin pikërisht ata dhe me intuitën e beduinit e kuptonte se ata që ndjekin rrugën e bregut të detit e bëjnë këtë për ta shmangur rrugën e zakonshme, për të shpëtuar nga ata që po I kërkojnë ose po I vëzhgojnë. Ai mendoi se shansi për ta fituar atë shpërblim të madh ishte shumë afër. Por duke dashur që ta fitonte vetëm për vete, I bëri me shenjat I burrit që të heshte dhe tha: Jo, nuk janë ata, por është filani dhe filani që u nisën pak më parë për të kërkuar një gjë që I kishte humbur. Burri I tha: Ndoshta është ashtu. Ai qëndroi dhe pak aty, që të mos tërhiqte vëmendjen duke u ngjitur dhe larguar shpejt, pastaj u ngrit dhe shkoi në shtëpi. I dha urdhër shërbëtores së tij që ta nxirrte kalin dhe ta priste pas shkëmbit, kurse ai vet doli nga një dalje pas shtëpisë pasi kishte mbeshur armët, kishte marrë harkun dhe shigjetat e tij. Eshtën e mbante ulur afër tokës që të mos e shikonte askush. Më pas eci vjedhur azi derisa shkoi te kali I tij. Në fillim I hodhi shigjetat në tokë, siç e kishin zakon arabët, për të parë fatin. Por herën e parë I doli për ters dhe vendosi të mos shkonte pas tyre, por lakmia e tij për atë çmim të madh dhe mundi besimin e tij dhe doli kundër vullnetit të Zotit që I besonte. I hipi kalit dhe u nis me nxitim. Toka ishte e fortë dhe kali vraponte me lehtësi, kurse ai po e nxitonte atë deri në maksimum në ndjekje të gjurmëve të tyre, derisa siluetat e tyre u shfaqën tutje në horizont. Ai vazhdoi t'u afrohej aq sa I dëgjonte edhe leximin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kthente kokën mbrapsht, kurse Ebu Bekri radiallahu anhu kthehej shumë shpesh dhe tha: O I dërguari I Allahut, po na arrin një person nga ata që po na ndjekin. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam I tha: Mos u mërzit, Allahu është me ne. Pastaj tha: O Allah, na I largo atë si të duash. O Allah, rrëzoj atë. Në këtë moment, kalit, që deri tani vraponte si era dhe duke sikur e prekte tokën vetëm me majat e thundrave të tij, ju zhytën këmbët në tokë deri tek barku, njësoj sikur të ishte zhytur në luc, kurse kalorësi ra për tokë dhe mbeti shtangur kur e pa kalin që ishin zhytur këmbët në tokë deri tek barku, në një tokë që ai e njihte me pëllëmb dhe e dinte mirë forcinë e saj. Në këtë moment e kuptoi se kjo I kishte ndodhur si rezultat I lutjes që bëri pejgamberi. Ai I thiri: O Muhammed, unë e kuptova se kjo që më ndodhi më erdhi prej teje, sepse ti bëre dua kundër meje. Prandaj lutjo Allahut që të më shpëtojë nga gjendja ku jam, sepse pasha Allahun nuk ju bëj gjë të keqe, dhe as nuk do t'ju vijë asgjë e papëlqyeshme nga ana ime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju lut Allahut dhe në atë moment kali I tij u ngrit në këmbë. Kur I nxorri këmbët e para nga toka, nga poshtë tij u ngrit lart në qiell një pluhur I madh sikur të ishte një tornado. Nga këto që pa me sytë e tij e kuptoi se kauza e të dërguarit të Allahut do të triumfoj dhe se në fund ai do të dilte fitimtar.
për shkak të paditurisë që kishte rreth moralit të lartë të pejgamberit, mendoi se pasi të triumfonte, profeti do të thoshte: "Ma sillni atë beduinin nga fisi Beni Mudlej, që na ndoqi nga pas gjatë rrugës për në Medinë, se sot do ta bëj shembull për të gjithë." Prandaj mendoi që në këtë moment të merrte prej tij një garanci për jetën e vetë dhe tha: "Unë jam Suraka ibn Jushum. Prisni t'ju flas." Pejgamberi i tha Ebu Bekrit radhiyallahu anhu: "Thuaj ati, çfarë do nga ne?" Suraka tha: "Të më shkruash një letër që ma garanton jetën që të shërbej si argument mes meje dhe teje." Ata u ndalën, edhe ai hipi kalit, derisa i arriti dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Populli yt kanë caktuar një shpërblim për ty." Dhe u dërgoi atyre lajmet që kishte dëgjuar. Ai u ofroi ushqimin dhe furnizimet që kishte me vete, por ata nuk morën asgjë. Atëherë ai u tha: "Ju do të kaloni andej nga gjenden dhe vetë dhe delet e mia, merrni sa të doni." I dërguari i Allahut i tha: "Nuk kemi nevojë për to." Ai i tha: "Atëherë, më urdhëro për çfarë të duash." I dërguari i Allahut i tha: "Largoj ata nga ne dhe mos lër askënd të na ndjek." Dhe urdhëroi Amir ibn Fuhairen që t'i shkruante një letër ku i garantonte jetën, dhe ai ia dha atij. Ai e mori letrën, e vendosi në mbajtjen e shigjetave dhe u kthye. Sa herë që shikonte dikën atë rrugë, e kthente mbrapsht duke u thënë: "Nuk ka nevojë të kërkoni nga kjo anë se ju i njihni mirë aftësitë e mia në vëzhgimin e rrugëve dhe në ndjekjen e gjurmëve. E kam kontrolluar këtë anë dhe nuk kam para skënd." Atëherë ata ktheheshin nga ajo rrugë për të kërkuar rrugë të tjera. Vitet kaluan shpejt dhe lajmet rreth të dërguarit të Allahut qarkullonin mes Mekës dhe Medinës, derisa erdhi lajmi i çlirimit të Mekës, triumfit ndaj fisit Hevazin dhe rrethimit të Taifit. Suraka e pa se njerëzit po hynin në fenë e Zotit turma edhe u nis për tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke marrë me vete letrën që i kishte dhënë dhe i garantonte jetën. Ai arriti atje dhe i gjeti pejgamberin në vendin e quajtur Xheiran e afër Mekës, i rrethuar nga një skuadër kalorësish ensarësh të armatosur. Ai u fut mes përmes kalorësve, ndërkohë që ata e godisnin me heshtat e tyre duke i thënë: "Ndal, ku po shkon?" Ai vazhdoi ashtu derisa ju afrua të dërguarit Allahut që kishte hipur në deven e tij dhe ishte ngritur rroba, sa i duke ngjyra e bardhë dhe pulpës së këmbës që shkëlqente si palca e palmës. Ai e ngriti lart letrën dhe e thiri me zë të lartë: "O i dërguari i Allahut, kjo është letra që më ke dhënë. Unë jam Suraka ibn Jushum." I dërguari i Allahut tha: "Po, sot është dita e mbajtjes së fjalës, mirësisë dhe besnikërisë. Afrohu." Ai u afrua pranë tij dhe e shpalli hyrjen në Islam. Në atë moment, kur ishte pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Suraka përjetoi shumë ndjenja që ishin një përzierje gëzimi nga afërsia me të, habie nga kjo skenë dhe droje ndaj autoritetit të dërguarit të Allahut. U përpoq të kujtonte ndonjë gjë që donte ta pyeste të dërguarin, por për shkak të emocioneve të shumta nuk ju kujtua asgjë tjetër përveç se i tha: "O i dërguari i Allahut, devet e humbura nga të tjerët vijnë të pinuj tek pellgu që mbush për devet e mia. A kam shpërblim nëse u jap të pinë atyre?" Ai tha: "Po, për çdo gjë të gjallë ke shpërblim." Pejgamberi e mirëpriti atë, i afroi pranë vetes me fytyrë të gëzuar, dhe asgjë ja kujtoi ato që kishin ndodhur mes tyre sikur të mos kishin ndodhur fare. Unë jam i bindur se në atë moment Suraka e ndjeu se nuk ishte nevojë për letrën që mbante në dorë, sepse ai ishte i sigurt për shkak të moralit të lartë profetik. Më pas Suraka u kthye tek populli i tij, shkoi tek devet e veta, mori një pjesë të mirë të tyre dhe ja dërgoi pejgamberit si sadaka për hir të Allahut të Madhërisëm. Disa nga çuditë e këtij lajmi. Më habisin te ky lajm disa paradokse që janë çuditë të habitshme. Së pari, kërkesa e Surakës për të marrë një letër sigurie për jetën e vet nga i dërguari i Allahut, ndërsa ishte në atë gjendje. A keni dëgjuar ndonjëherë që ai që është në ndjekje të kërkojë siguri nga ai që po emigron nga vendi i vet dhe po e kërkojnë për ta kapur? Së dyti, mendoni se si ishte Suraka në fillim të ditës, kur përpiqej me ngulm në kërkim të pejgamberit për ta vrarë ose për ta kapur rob që ta dorëzonte, kurse në fund të ditës u kthye në roje dhe mbrojtës të tij. Së treti, sa dallim të madh ka mes dy takimeve. Në takimin e parë Suraka u takua me pejgamberin,
kur po emigronte nga Meka drejt Medinës në shoqërinë e Ebu Bekrit radiallahu anhu, dhe të shërbëtorit që u tregonte rrugën dhe kishin me vete vetëm 2 deve, ndërkohë që fisët e ndryshme po e ndiqnin dhe po e kërkonin. Kurse në herën e dytë u takua me të, ndërsa ishte i rrethuar nga mira luftëtarë që ishin ushtarët e tij, kurse fisët arabe po vinin një nga një për të dëshmuar bindjen dhe nënshtrimin ndaj tij. Së katërti, sa dallim të madh ka mes Surakës që kërkonte me ngulm ta kapte pejgamberin për të marrë shpërblimin e majm prej 100 devesh, dhe Surakës që tashmë po dërgonte një tuf me devet e ki dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke shpresuar shpërblimin e Allahut madhërisëm. Së fundmi, sa të shkurtra janë 7 vite në krahasim me moshën e kohës. Ato kalojnë si një hapje mbyllje sysh, por në jetën e pejgamberit, ato ishin vite të mbushura plot me ngjarje, si ajo e Bedrit, Uhudit, Hudejbijes. E më pas, erdhi ndihma e Zotit dhe çlirimi i Mekës, që Suraka të ishte dëshmitar i gjithë këtyre paradoksave të çuditshme.